Partia Demokratike e Kosovës e ka qëndrimin e qartë, qoftë për propozimin për votimin e fshehtë, qoftë për kandidatën për kryetare të kuvendit zonjën Albulena Haxhiu. Ajo çka dua të them sot është që më vjen shumë keq që Albulena Haxhiu nuk ka mësu asgjë nga përvoja e saj në politikë. Unë kam menduar që pas eksperiencës së saj me gazin lotësjellës, Albulena Haxhiu kur më në jetën e saj nuk do të lejoj që të keq përdoret nga shefi i partisë ose kushdo qoftë tjetër. Albin Kurti edhe kësaj radhe, si në rastin e gazit lotësjellës, Albulena Haxhiun po e përdor si armë kundër shtetit Kosovës. Prandaj kjo është e pafalshme, sepse Albulena Haxhiu po jep shembullin më të keq të aktivistës, shembullin më të keq të politikanës dhe shembullin më të keq të gruas shqiptare. Faleminderit. Kaq kisha. Po. Vedoja thotë që është kandidatja më e votuar. Tani mua nuk më intereson fare çka thot lëvizja vetëvendosje, ju media duhet të merrni edhe ju mësimin e juaj sepse kemi zonë vendin në 99 për lirinë e medias dhe është mirë që të paktën deklaratat e tyre shoveniste të mos na sillin ndërhun. Nuk ka asnjë arsyetim dhe asnjë justifikim për bllokimin e kuvendit. Është turp dhe është e pafalshme që lëvizja vetëvendosje duke e përdorur Albulena Haxhiun po punon në kurriz të popullit, thjesht në dëm të popullit. Prandaj kjo është e pafalshme dhe është bë e padurueshme. Unë mendoj që edhe ju duhet jeni, ne kemi votuar kundër zotëri disa herë dhe nuk do të bi më prej as viktim e lojës së lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit shumë. Besoj që thash edhe një herë mua më intereson çka thonë ata zoj. Mu nuk më intereson çka thonë ata. Mu më intereson shteti i Kosovës. Ata të cilët nuk e kanë vendos asnjë gurit, qoftë në themelin e lirisë, qoftë në shtetëndërtim, nuk e kanë asnjë të drejtë që të vazhdojnë të shkatrojnë shtetin e Kosovës. Faleminderit.